Edi, për mendimin tënd, fakti që ai nuk e njihte mirë formatin, e ka favorizuar atë? Kam përshtypjen që po, e ka favorizuar shumë gjëra në fakt Laertin. Dgjoj, ky është një Big Brother që po ta që rëndësishëm për gjithë njerëzit, sa që askush nuk i shpëton dot të krijimit të një simpatie për banorët brenda shtëpisë. Dhe Laerti ka krijuar ushtrinë e vet të njerëzve që e simpatizojnë. Për shumë karakteristika nga ato që tha Olti, po edhe për disa gjëra tjera që lidhen me personalitetin e tij autentik. Madje unë do thoja që ky studiove televizive që përmendi Olti, mu më habiti se nuk ishte brenda fare ky Laerti studiove. Pam një Laert aty më ndryshe, më të pjekur, më të lexuar, më intelektual. Kjo lexuar lidhet çik me Brezin. Pra, ai përfaqësoi mirë një pjesë të mirë të njerëzve shqiptarë. A mendon se është e vërtet? Ai studiove ishte se ai pati konfliktin ftyrë me Xhibani, pati konfliktin me Gjesin aty brenda, me Gertën e kishte. Që ai tregoi. Unë nuk e di ku nuk e peti këtë Laertin e paneleve. Unë pash mënyrën se si ai u vetpërmbajt, gjë që nuk e pam këtë të tjerët, dhe në këtë lloj Big Brotheri, një komportim si i Laertit brenda disa limiteve, pavarësisht teatralitetit, më duket sikur i shton vlerat Laertit. Patjetër, pikërisht ai ka patur një aftësi, do të thënë ai është njeriu më, do të thënë asnjëherë nuk është nominuar nga banorët e shtëpisë, dhe kjo tregon një lloj force të atit. Që gjithë kishin besim brenda megjithatë historia e Laertit, pavarësisht se po çfarë tregon kjo për atë si lojtar, kur nuk je kalon gjithë Big Brotherin pa qenë kurrë nominuar, pas një nominim. Për mendimin tim tregon forcë. Olti? Duke qenë se unë kam komentuar që nga Big Brotheri 2 e këtej, që nga njerëzit e thjesht, pra sa i bie shtovet Kosovës se më janë bërja 15 Big Brother, unë mendoj që sa po të mbaroj Big Brotheri, kushdo që të shpallet fituesi, të gjithë do kujtohen për 2-3 batuta që kanë bërë aty. Laerti do kujtohet nga batuta Gjestit, Bilbili më thash, do kujtohet shumë nga Sagapao Laerti. Kjo është gjë e bukur. Golin e jetës Laerti ka bërë ëma me prani në studio aty me batutën që bëri me Ledionin. Pastaj të gjitha historitë e tjera do kalojnë në ujëra, do jenë disa copza, siç ka ndodhur me të gjithë Big Brotherat e tjerë. Pra, po, një sekond, se nga një anë kjo e bëri më të prekshëm për publikun, kjo surpriza e mamas së tij, këto surprizat shumë të bukura që kanë qenë kulminante për Laertin. Për publikun kam përshtypje se Laertin ka qenë një ndihmë e madhe, ka qenë gjithë marrëdhënia me Rozana Radin aty brenda, ka qenë gjithë historia që edhe kur s'kishin tema për të folur për njëri tjetrin, flisnin banorët për atë, sa kafe keni pirë, sa komshi jeni, çfarë shtypjeta shensori, 1, 2, 3 apo 4, se këto nuk e kuptojnë aty brenda çfarë ndihmë i bëjnë të tjerëve. Kështu që ato i ndihmon. Kur s'kishin material Rozana dhe Laerti, i ndihmonin këto. Se këto nga që donin për banorët, gjithë banorët, i krijonin historinë që sa herë jeni takuar, si jeni takuar, kur jeni njohur, sa herë jeni njohur. Laerti ka edhe situatën shumë të fortë me Valbonën. Madje një marrëdhënie për të cilën do doja t'ju pyesja, sepse është komentuar shumë sikur Laerti e ka përdorur Valbonën. Ju si e mendoni, Polti? Këtë histori e di vetëm Valbona dhe Laerti. Unë jam shikues. Nga jashtë. Vetëm një moment. Unë kam parë një moment. Momenti ishte kur ai donte ta puthte Valbonën në ball, u kujdes aq shumë që mos ta prekte në zonë erotike, sa që e mbajti dhe me zi avuri buzët në një zonë këtu që, do të thënë, dolën prapë të Çuni Xhajit që tha batuta e Loredanës, do të thënë e kapi, edhe u thash puthe. Jo, e mori mirë, mori dhe kohën e tij teatrale, si me Kafkën e Hamletit, Shakespeareane më thash, dhe do të thënë e puthi në një vend që nesër mos thonim ne e puthe këtu, deshet vish këtu, ose këtu që të vish këtu. Po do të dëgjoj Edin, po Edi. Kam një mendim ndryshe. Ajo ishte një puthje me hipotekë, me dokumenta të rregullta. Patjetër ka drejt Olti kur thotë që Valbona për këtë gjë di më shumë, por nga jashtë si tifoz, të them të vërtetën, shumë njerëz prisnin që të shpërthente kjo gjë e Laertit Valbonën. Dhe e di sa bukur dukej ose do sikur të përfundonte gjë, do ishte pua për njerëzit që e shihnin. Nuk e di ku ishte ngërçi. Se nuk shpërtheu, po. Un kam idem vetë përmbajtja e Laertit. Kjo fakti që Laerti nuk e puthjen si gjesti ka të bëjë me Brezin që përfaqëson Laerti, mos e në vlerësoni këtë gjë. Kështu që ti mendon se Laerti e pëlqente vërtet Valbonën edhe thjesht është vetë përmbajtur, edhe nëse po, pse duhet ishte vetë përmbajtur? Unë mendoj që ai është vetë përmbajtur. Unë mendoj fare që është çështje Brezi, se ka 50 vjeçar që janë te martesa 4.
Do me thënë, kanë ndru 4 gra janë edhe të dashnore 8, kështu që nuk ka lidhje fare me çështje brezash, është çështje pasioni, çështje të ndjeri. Ai ndoshta ka thënë që po bëj hipoteza Valbona. Po ju dëgjoj. Valbonën e kemi këtu, është shkak pasojë. Do doja t'u përfshije, po patjetër. Duke parë që Valbona ishte një njerëz që sa i kaloi afër ndizte alarmi dhe fillonte narracionin e vet, ai ka thënë mos e puth kequn këtë dhe kjo po fillon të kërkojë një gjë që unë se hap dot dhe ku e dim si do shkoj puna. Do thënë çështje llogarish Valbona. Jo, ka frikë dashurie. Ka frikë, kishte pak frikë për krah të përgjigjes që do marri, ai ecën i sigurt në jetë, nuk ecën kështu, nuk është aventurier. Këtë gjë do doja ta kuptoni tek ai. Në dashuri e kanë fjalë. Qofse bëj fjalë për dashuri. Tani që ka pasur momente në shtëpinë e Big Brother që Laerti ka dashur të më puth dhe më ka ftuar në disa momente kur ne ishim mirë dhe flisnim edhe rinim bashkë, sidomos muaj në fundit. Ka pasur, nuk ka qenë ashtu si që përshkruan, ndoshta puthja e ballit, nuk e di kur e ke parë se ai shpesh më puthe shpesh në ball. Megjithatë ka pasur momente kur Laerti ka dashur të më puth, ka pasur momente dhe ndjesi për Laertin që edhe nga ana ime që mund të kishte ndodhur puthja, por nuk ndodhi asnjëherë për arsye se Rozana bënte pjesën e vet nga krau tjetër që vinte tek unë dhe më thoshte jetën e Laertit, fakti që ai ishte i zënë, kishte një zemër të zënë, ishte i dashuruar. Edhe ai kur ta kërkoi në dhomën e rrëfimit një puthje, ti e refuzove.